Prokuroria e Elbasanit njoftoi regjistrimin e procedimit penal me akuzën e dyshuar të shpërdorimit të autoritetit policor ndaj disa personave punonjës të policisë në burgun e Peqinit. Prokuroria thotë se regjistrimi u krye pas marrjes dieni nga burime të hapura në internet për një denoncim publik në rrjetet sociale nga përfaqësuesi një subjekti politik lidhur me përfshirjen e mundshme të disa punonjësve të burgut të Peshqinit në fushatën zgjedhore në mbështetje të një kandidati për deputet në zgjedhjet e 11 maj 2025. Në funksion të kryerjes së një hetimi të plotë të gjithanshëm, u ngrit një grup i posaçëm hetimor i përbërë nga prokurori i çështjes dhe 3 oficerë të policisë gjyqësore pranë prokurorisë, nga të cilët po kryhen verifikimet dhe veprimet e para hetimore me karakter të ngutshëm, si pyetje të personave me dieni për veprën penale, këqyrje të pamjeve filmike, sekuestrimeve të provave materiale, përfshirë këtu edhe telefonat. Denoncimi për efektivet e policisë u bën nga Flamur Noka, përmes një postimi në rrjetet sociale, ku tha se burgu është ndruar në një shtab elektoral të Suel Çelës, në lidhje me punën për hetimin e krimeve zgjedhore. Të martë zbarkuan në Elbasan edhe prokuror të Spakut dhe punonjës të Byros Kombëtare të Hetimit.